Jemi rikthyer në studio nderuar miq për të zhvilluar bisedën me të ftuarin e ditës, po e prezantoj pa humbur kohë. Kam kënaqësinë në studio me mua sot të jetë zoti Majlind Lazimi, është drejtori i Postës Shqiptare. Mirëmëngjes, kënaqësi që ju kam në studio. Mirëmëngjes, kënaqësia ime. Zoti Lazimi, do të flasim në fakt për një problematike e cila është diskutuar mjaft kohët e fundit, ka qenë pikërisht problematika që doli me faturat të cilat nga qytetarët dhe nga konsumatorët e energjisë elektrike ishte paguar në pranë Postës Shqiptare, por që nuk figuronte e tillë pranë OSHS. Është superuar tashmë si problem? Unë besoj që tashmë ky është një problem i tekaluar, kuptohet që patëm një angazhim total nëse të dy institucioneve tona, si të Postës Shqiptare ashtu dhe të OSHS, për identifikuar rast pas rasti. Neve në fakt kemi dashur gjatë gjithë këtij procesi të bëjmë një lloj të ndihmojmë dhe OSHS-n në saksimin e këtyre faturave, sepse bëhet fjalë për dokumentet të cilat Posta Shqiptare disponon për vitesh. Ajo që kemi konfirmuar edhe përmes medias është fakti që një pjesë e mirë e problematikës ka ndodhur në vitet 2007-2013, kryesisht në zonat rurale, ku praktikisht regjistrimi apo pagesat janë bërë në mënyrë manuale. Në vërtetë ajo që po flasim është që këto raste sa vijnë janë shumë limituara, sikurse janë shumë raste të cilat edhe vetë OSHA i ka pranuar së fundmi, ku ka pas probleme sistemi dhe përpara disa ditësh në fakt bëri edhe një saksim akoma të madh për shumë familje, të cilët realisht ishin padrejtisht akoma debitor. Kështu që unë besoj që tashmë është diçka e tekaluar, ne po mundohemi të shikojmë mënyra se si të përmirësojmë akoma të shërbim. Jo vetëm qytet që tashmë ne kemi sistem online, pra kushdo që paguan në Postën Shqiptare, fare mirë në kohë reale ky informacioni shkon kompanisë OSHA. Duam që njëjtën gjë të bëjmë edhe në zonat rurale, në fshatra, ku praktikisht do donim që shpejt të shtrim dhe sistemin online, pra përmes internetit, ku mos kemi më pagesa që regjistrohen në mënyrë manuale, por kemi pagesa të cilat edhe qytetarët në fshatra t'i bëjnë në mënyrë të informatizuara. Kjo do ndihmonte në mënyrë rrënjësore mënyrën se si është menaxhuar ky proces ndër vite, do ishte një hap cilësor për të përmirësuar të shërbim dhe për mos pasur shpresojmë raste sa natyre në të ardhmen. Është synimi juaj afashshkurtër për të futur pikërisht të sistemin online në këto zona? Unë besoj që ne po punojmë fuqimisht që ta bëjmë këtë një kohë të shkurtër. Kemi parashikuar një projekt i cili është i rëndësishëm. Besojmë që edhe me OSHA-n do duhet që të përmirësojmë një marrëveshje e cila faktikisht është në farë mënyre jo shumë e përditësuar, sepse i takon vitit 2006 ku në atë kohë në fakt të tre kompani që sot janë operatorë të ndarë, si Keshi, OST-ja dhe OSHA kanë qenë bashkë. Ka shumë gjëra për të rregulluar nga plani ligjor dhe teknik, kështu që besojmë do i paraprit dhe një marrëveshje të re që besojmë në një kohë të shkurtër do bëjmë me OSHA në mënyrë që të rikonfirmojmë edhe një herë këtë bashkëpunim i cili besojmë që përpos këtyre problematikave që në fakt nuk janë të fundit, për shkak se e vërtetë është që vetëm pasi qeveria vendosi të merrë një aksion në nivel kombëtar për sa i përket ligjshmërisë në pagesën e faturave të energjisë elektrike, këto problematika të cilat kanë qenë viteve 2007-2013 u vendosën apo u vënë në pa, kështu që ne besojmë që duke zgjidhur këto problematika dhe duke parë të ardhmes, mendojmë që duke instaluar dhe sisteme të cilat në farë mënyre minimizojnë gati e zerojnë mundësinë e abuzimeve në të ardhmen, besojmë që kjo do ishte diçka shumë e mirë edhe për qytetarët dhe për konsumatorët, si dhe për klientët tanë, të cilët sot disa ditë vazhdojnë paguajnë në zyrat e Postës Shqiptare dhe siç thash ne kemi me 10 mijëra transakcione në muaj dhe përpos disa raste që tashmë janë identifikuar, asgjë tjetër nuk është problematike. Pra qytetarët vazhdojnë të paguajnë dhe do të paguajnë pak në zyrat e Postës Shqiptare. Ju mendoni që nuk ka pasur më problematika të këtij lloji? Neve nuk kemi hasur në kohët e fundit, nuk kemi hasur, ne praktikisht çdo ditë është dhënë qartazi urdhër edhe të gjithë drejtorëve të filialeve që të grumbullojnë çdo ankesë, çdo problematikë që vjen nga qytetarët të cilët kanë vite që ndoshta mendojnë që janë bërë pagesa dhe nuk figurojnë apo mos figurojnë akoma debitor, por duhet të jemi shumë të qartë për të ndarë përgjegjësitë, sepse siç thash një herë, edhe në rastet e mëparshme, mbi 95% rasteve që ne kemi identifikuar kanë të bëjnë me faktin që sistemi në atë kohë i ÇEZ Albanias nuk ishte në gjendje që të farë mënyre të fuste apo të reflektonte këto pagesa, pavarësisht se ne kemi të dokumentuar edhe urdhët xhirimi që janë bërë në atë kohë drejt kompanisë ÇEZ Albania në ÇEZ Shpërndarje në fakt, në vitet 2007-2013. Në momentin që qytetari e paguan shumën e detyrueshme në
zyrat tuaja të postës shqiptare me njëherë ajo reflektohet tek zyrat e Oshës apo do një afat kohor? Brenda sa kohë? Pra në zonat urbane, në qytete ku ne kemi sistemin online, kjo kërkon për disa minuta pas pagesës, patjetër brenda ditës, pas pagesës, ky informacion futet në sistemin online. Pastaj në zonat rurale kuptohet që ne kemi një afat 3 deri në 5 ditë ku praktikisht raportojmë këtë informacion në zyrat qendrore të Oshës. Dhe për këtë do të donim që ta shkurtojmë duke futur një sistem të njëjtë siç kemi në qytete dhe në zonat rurale. Okej, ndërkohë ju sapo keni bërë në fakt analizën vjetore të vitit 2014, si ka rezultuar për ju? Unë besoj që viti 2014 për duhet qenë se Posta Shqiptare është një kompani gjigant në kuptimin e dimensioneve në Shqipëri. Kemi parasysh që bëhet fjalë për 550 zyra, 2220 punonjës. Praktikisht është shumë komplekse si aktivitet, sepse ne bëjmë rreth 75 shërbime që kemi aktualisht aktive. Kështu që në tërësi, parë nga aspekti financiar, unë tashmë kam bërë publike një shifër të cilët ne kemi statistikore, që është rreth 301 milion lekë të reja, që praktikisht po të konvertohet me monedën dollarit, mund shkojë rreth 2.4-2.5 milion dollar në vit, si fitim vjetor të vitit 2014. Besoj që është një vit shumë i mirë, duke pas parasysh që viti 2013 ishte një vit me humbje për postën shqiptare. Kështu që nga ana tjera kuptohet që ne besojmë që ka shumë punë për të bërë për të përmirësuar cilësinë e shërbimit, gjë që do jetë në fokus gjatë gjithë këtij viti, po në vitet më vonshme. Nga ana tjetër, unë besoj një gjë tjetër e rëndësishme është diversifikojmë akoma më tepër si thosh gamën e produkteve. Neve, siç thash, kemi 3 shtulla kryesore ose më saktë 2 më të mëdha, ku është shërbimi kryesor, që ka të bëjë me shërbim postar tradicionali, që ka të bëjë me dërgesa, letrash apo pako në këtë rast, sikurse kemi të bëjmë me shërbime financiare bankare, ku këtu peshë më të madhe zën fakt argëtime të ndryshme, qoftë për pagesën energjisë elektrike, pagesa ndryshme që ka të bëjmë me pensionet apo me pagesa taksash, legalizime, dokumentash etj. Thënë këtë, paktën sipas asajve që ne kemi, rreth 51% të gjithë të ardhurave vjetore të postës shqiptare në fakt vijnë nga shërbimet jo postare, nga shërbimet bankare dhe financiare, gjë që tregon që ka një potencial akoma të madh në rritje, duke pas parasysh edhe eksperiencat e postave si Mota në Europë dhe në rajon, ku të gjitha këto posta tentojnë që të zgjerojnë gamën e shërbimeve apo gamën e aktivitetit të tyre, sepse është tashmë e ditur fakti që tendenca e përdorjes së letrës në komunikimet, si thua, në kohët moderne, sa vjen do bëhet më pak prezente. Kështu që ne duhet të shikojmë mënyra të reja se si këto të ardhura që para disa vitësh ishin, po themi 70% të postës shqiptare, pra të ardhurave vjetore, tashmë sa vinë e ule, sepse normalisht me mënyrat e reja të komunikimit përmes emaileve digjitale, teknologjia është shumë inovatore të drejtim, por ne do duam që teknologjinë në fakt ta kthejmë nga një sfidë në një mundësi, sepse besojmë që edhe përmes teknologjisë kemi mundësi të zhvillohemi. Në fakt, këtu do doja të bëja një ndërhyrje, sepse rasti konkret, po të shikojmë të ardhurat që ne marrim nga kutitë postare, koliposta që i themi, kanë qenë rritje. Vetëm viti 2014 me vitin 2013 ka rreth 80% rritje të ardhurave. Ka arsuar më para 2-3 vitesh është 200%. Pra, sot shqiptarët për postë shumë arsye të tjera, ka filluar të bëjnë edhe blerje online si individ. Gjë që praktikisht ne si postë shqiptare kemi qenë aty për të qenë të parë cilët të bëjmë të shërbim. Kuptohet nuk kemi të vetëm, si në çdo shërbim tjetër, qoftë shërbim postar ku ka dhe operator privat, edhe në këtë shërbim ka operator privat siç është FedExi, DHL-ja, por ajo që na ofrojmë është fakti që kemi tarifa më të ulta në treg dhe besojmë që kemi marrë dhe besimin e qytetarëve, të paktën po të referohemi muajit të fundit, ka një dyndje të madhe të qytetarëve të cilët pranë postës shqiptare kanë bërë porositë e tyre online, qoftë përmes platformave e-commerce-it, tregtisë online siç është Amazon, eBay e tjerë, dhe apo qoftë dërgesave të familjarëve të tyre, dhe praktikisht në postën shqiptare kanë gjetur një partner serioz ku ky shërbim është kryer më së miri. Në fakt, blerjet online janë për të çuditur, ne biseduam dhe para pak, në fakt që janë rritur ndjeshëm. Kjo evidentohet dhe duket. Në fakt, sapo të shkosh në zyrat e postës shqiptare, shikon njerëz të cilët rrinë në radhë presin për të marrë porositë e tyre. Por i rikthemi edhe një herë bilancit që ju keni bërë për vitin 2014. Sipas jush, kujt ja faturoni këtë bilanç pozitiv që ju keni pasur? Faturoni këtyre elementeve të rinj të cilët janë shtuar, apo performancës së mirë të punonjësve tuaj, apo ka dhe elemente të tjerë të cilët ndërhyjnë? Është një koktejl faktorësh. Unë do të them këtë që praktikisht është më se normale që një kompani për qenë suksesshme duhet të ketë një staf i cili të jetë i përkushtuar, dhe besojmë që në tërësi për postë problematike që mund të ketë çdo kompani,
besoj që stafi post shqiptar ka qenë një staf i cili në 2200 veta, patjetër që pjesa më e madhe kanë bërë punën e tyre në mënyrë të lavdrueshme. Nga ana tjetër është normale që ne do duam kemi një vizion të qartë se ku kemi potenciale të rritjes dhe është normale që Koliposta në rastin konkret është një potencial në rritje dhe në fakt kjo është tendencë botërore, pra po të shikojmë të gjithë tendencat edhe postave të tjera kudo në botë, shikohet që parashikohet në vitin 2020 ketë një rritje rreth 30% krahasim me vitin 2014. Pra, po të shikojmë të trend botëror, është normale që biznesi e-commerce, tregtisë online apo dhe logjistika e shpërndarjes këtyre kutive apo blerjeve online në për shtëpi, patjetër do jetë një nga fokusi i aktivitetit tonë këtë vit dhe vitet të ardhshme. Sepse besojmë që ka potencial për rritje. Nga ana tjetër, unë besoj që neve po shikojmë strategji të re se si mund të rrisim gamën e shërbimeve të tjera sidomos në shërbimet postare bankare dhe me këtë dua të them që së fundmi ka pas interes në rritje të bankave të ndryshme për të bërë bashkëpunime postë shqiptare për një shërbim caktuar. Fjala vjen ne kemi filluar tashmë suksesshëm në mënyrë dedikuar të izoluar me 2 banka, Procredit dhe Bankën Societe Generale për kësat e kredive. Pra, qytetarët të cilët e kanë larg degën e bankës tyre, pra këtë rast Societa Generale për shembull në Dibër, fare mirë më paguajnë pranë postës dhe ne marrim komision të vogël dhe transferojmë këto para për llogaritë të bankës konkrete, siç është rasti i bankës Procredit, ne kemi shumë klientë të kësaj banke, të cilët kanë gjetur pra këtë lloj mënyre dhe është shumë efikase se sa fakti që një klient i cili e ka 2 apo 3 orë larg, duhet merr një mjet qoftë makinën e tij apo një mjet themi urban apo një mjet publik për të arritur dhe për bërë të pagesë, gjë që ka më shumë kosto, do harxojmë më shumë kohë etj. Pra, ky është vetëm një shërbim i cili është utilitar, që besojmë ne mund ta shpërndajmë ose mund ta zgjerojmë edhe me shërbime të tjera, ku bashkëpunimi me banka mund të jetë rëndësishëm. Nga ana tjetër, ne kemi shtuar edhe gamë shërbime me institucione publike. Më lejoni të kujtoj këtu, kemi pasur një marrëveshje të rëndësishme me Ministrinë e Mbrojtjes për plotësimin e formularëve për sa i përket rekrutimit të stafit ushtarak apo vërtetime ndryshme për ish ushtarak e tjerë. Pra, ne nuk duam të thjesht mbetemi në shërbime tradicionale që tashmë i bëjmë, po duam të rrisim edhe performancën tonë duke dhënë shërbime të reja, duke nënshkruar marrëveshje të reja, për sa i përket qoftë shërbim postar, por qoftë dhe shërbime financiare bankare. Dhe besoj të gjitha ato bashkë patjetër që përkthehen në shifra dhe në arritje financiare. Ky lloj shërbimi në lidhje me këto partneritete bankare, në fakt me sa duket po çon drejt hapave të një krijimit të një post bank, ndoshta jo në terma të afërt kohor, por absolutisht, kjo nuk është një ide e re, unë kam thënë më parë, por është një ide e cila sa vjen e maturohet, kuptimin e rëndësisë që ka. Është e vërtetë që neve në farë mënyre për një ambicje të dedikuar afatmesme do ishte e rëndësishme që të mendojmë për një institucion bankar postar, siç kanë shumë vende për qark nesh, rasti Italisë është një rast suksesi, histori suksesi, rasti i Banco Postës apo dhe kompani tjera, apo posta tjera, siç është posta gjermane, apo Postbanku francez, pra ka eksperjenca europiane, edhe rajonale, të cilat kanë qenë suksesshme për sa i përket Postbankës. Por është e vërtetë që unë do dua që përpara se të hedhim të hap kaq të rëndësishëm, do duhet maturohen disa kushte, ndër të cilat 2 apo 3 janë kryesore. E para ka të bëjë me një kapacitet financiar i cili e vërteta është që duhet të jetë në ato përmasa ku ne do duhet të fillojmë një rinovim total të gjithë infrastrukturës zyrave tona në gjithë Shqipërinë, gjë që do e bënte konkurenciale edhe me bankat e nivelit 2, në mënyrë që të ofrojmë një shërbime, por edhe një ambient qoftë për komunitetin e punonjësve, por edhe për komunitetin e klientëve tanë. Së dyti, po aq e rëndësishme është përditësimi dhe kualifikimi në fakt i stafit tonë të punonjësve, të cilët shumica e tyre për shkak të eksperiencës nuk kanë pasur nevojën ose më saktë nuk ka qenë detyruese fakti që të kenë një shkollë të lartë profilizuar në bank financë. Gjë që me krijimin e bankës duhet që këtë gjë ta kemi prioritare dhe kuptohet që këto dy kushte nuk mund të bëhen gati brenda ditës. Pra kërkojnë kohën e tyre të reformimit dhe të procesit. Nga tjetër kuptohet për kodi vullnet politik i cili të mbështet krijimin e një banke të tillë, e cila në një farë mënyrë pikë pari, siç thash, nuk është çështja thjesht për të pasur një ambicie thjesht nga pikpamja e postës si një kompani e cila do të duhet del me fitim patjetër. Por është, besoj unë, në këndvështrim më të gjerë, është një vlerë shtuar për ekonominë shqiptare, prezenca një banke të re, e cila ka këtë shtrije kapilare në gjithë Shqipërinë, dhe nga ana tjetër do të duhet që të krijojë një lloj konkurrencë akoma më të frytshme dhe më të shëndetshme në treg,
duke pasur edhe një lloj kontakti më të afërt me qytetarët, qoftë në zonat më të thella, ku praktikisht dhe penetrimi i bankave ka qenë vështirë dhe vazhdon të jetë vështirë për shkak kostave. Gjë që rastin e Postbankës do ishte më lehtë, më adekuate dhe më përshtatshme, qoftë për xhepat e qytetarëve apo njerëzit që banojnë në ato zona. Për shkak të frekuentimit gjithnjë më të madh, si thoni ju, të qytetarëve dhe për afrimet të tyre me postën, a lind nevoja e hapjes së zyrave të reja të postës? Ne po shikojmë të si prioritet, sepse po shikohet edhe në Tiranë kemi plane të paktën në 2 zyra që mund të hapim, sepse shikojmë që ka fluks të madh njerëzish, sidomos në 2 zona që ka të bëjë me Unazën e Re dhe zonën e Freskut, ku e kemi një plan të tillë. Padyshim që hapja e zyrave do duhet të shoqërohet me plan biznesi, sepse është rëndësishme që përpos i shërbimit që i shtohet qytetarëve, duhet të paktën këto zyra të justifikojnë kostot e tyre, përfshi kostot e investimit apo kostot e punonjësve, por besojmë që të paktën për Tiranën këtë kemi në plan. Në qytetet tjera diçka është pak a shumë më stabilizuar, sepse në fakt tash një shtrirja jonë është aq e madhe sa realisht nuk besojmë se ka nevojë për shtrije ose për zgjerim të tepër të zyrave. Ka nevojë për një lloj rialokimi ndoshta, për një lloj rikonstruksioni patjetër, sepse ka vite që në fakt një pjesë e mirë të zyrave, qoftë Tiranë, qoftë në për rrethe, nuk është vendor, dhe besojmë që këtë vit do kemi mundësinë të paktën të fillojmë me një pjesë të tyre, ti rikonstruktojmë, që të jenë akoma më moderne, të jenë më afër edhe shërbimit më dinitos ndaj qytetarëve, por një plan afatmesëm, unë besoj që duke parë edhe trendin e të ardhurat tonë, duke parë edhe trendin e klientëve të rinë apo oportunitetet të tjera të biznesit, atëherë do duhet bëjmë në një mënyrë të jenë fleksibël për zgjerimin e këtyre zyrave dhe rritit tonë në tërësi. Flasim për shërbimet tuaja bazë, siç janë dërgimi i letrave ose i pakove në për destinacionet e caktuara. Sa është afati kohor maksimal që posta cakton për të dërguar në adresë? Ne jemi pjesë e organizatës ndërkombëtare quhet UPU, pra të po themi Unionit Përbotshëm Postar, sikurse jemi dhe që në të treshin nga anëtar të Postë Europës. Dhe si tillë ne kemi standardet tona që duhet të respektojmë. Unë nuk besoj që ne jemi 100% korrekt kuptimin që të respektojmë çdo afat ditor, por e vërteta është që ne kemi arritur standardin që ato kërkojnë. Pra, aktualisht mbi 95% të dërgesave apo të volumit total të letrave, dërgesave arrin brenda 2 ditëve të shpërndarë në gjithë Shqipërinë. Sikurse ka dhe dërgesa apo ato që quajmë ne posta e shpejtë, Express, MS, për të cilën ajo do duhet të ketë brenda ditës, brenda ditës do duhet të shpërndahet dhe ne këtë e bëjmë kuptojmë tarifë më preferenciale, më të lartë për klientë të cilët kërkojnë një shpejtësi në këtë drejtim. Por e vërteta është që ne mbulojmë për gjithë territorin shqiptar. Kuptohet ka raste ku për shkak të efekteve apo shkaqeve natyrore, siç mund të ishin raste përmbytjeve, kuptohet ka zona të cilat ku bllokohet zona, ku bllokohen rrugët dhe është pa mundur që postieri në shfatë lloj mënyre të arrijë në fshatin më skajor, por e vërteta është në mesatare mbi 95% dërgesave. Do të thotë duhet parë vendosja e mjeteve fluturuese? Kjo pastaj kuptohet. Ideja e dronit do ishte interesante, por kjo është diçka e cila duhet të limituar në çdo rast, sepse ideja e dronit është futur edhe në Amerikë, sidomos në kompanitë si Amazon e përdorin dhe eBay për të shpërndarë kutit në për zonë caktuar, por unë nuk kemi këto kushte besoj akoma që të mendojmë, është një plan afatgjat, ndoshta deri atëherë gjërat kanë ndryshuar. Keni hasi problematika gjatë shpërndarjes së dërgesave tuaja në lidhje për shkak me adresarin apo? Kjo është një problematikë e trashëguar dhe vërtet dhe aktuale gjithashtu. Fakti që është një shqetësim për ne ditor, mungesa e saktësisë adresave në shumë raste, aq më tepër që adresat janë shumë konvencionale, natyrës përballti lokali apo ngjit me filan institucion, dhe kjo krijon vështirësi në të qenurit 100% të saktë. Dhe padyshim që edhe në diskutimin që patëm në analizën vjetore, unë e bëra të qartë se shfrytëzova dhe pjesëmarrjen e ministrës Arito, jo sepse ministri Arito është totalisht, si thua, përgjegjëse për pjesën e adresarit, por besoj ka një rëndësi të madhe në këtë pikë për ta parë edhe një adresar kombëtar digjital si një risi, e cila do duhet bashkërisht me Ministrinë e Brendshme dhe me pushtetin lokal të bëjë një fotografim të gjithë sipërfaqes së Shqipërisë për të parë bashkërisht edhe me komuna dhe bashkitë për fiksuar rrugët, adresat e sakta, dhe kjo do jetë një ndihmë shumë e madhe, pikëpari për ne patjetër sepse jemi, si thua, biznesi kryesor që merremi me adresarët ose me adresat, por nga tjetër është një besoj një vlerë e rëndësishme edhe për ekonominë sepse bën më të lehtë transaksionet. Pra
mos harrojmë këtu nëse momentin që ne kemi saksime adresat, sidomos dhe zhvillimi i treggjeve online do jetë shumë më lehtë, sepse njerëzit do kenë më të thjesht, bëjnë porosira ndryshme, jam këtu, jam atje, ble këtë, shes atë, kështu që është shumë e rëndësishme që të shikohet dhe këtë kundërshtim përpos avantazheve të tjera institucionale që kanë faktin një adresë të saktë, një kadastër të mirë, themi, siç po bëhen kadastre në shumë asete të tjera, qofshin këto kadastre ujore, ujore e tjerë, unë besoj që adresari kombëtar i digitalizuar, që të jetë informatizuar, ku aksesi pastaj mund të jetë dhe mund të jetë sipas klientëve, ka akses që mund të jetë me para sepse ka interes për këtë kompani, për ta pasur akses, patjetër do jetë një gjë që besoj unë nuk është e lehtë për të bërë, sepse ka vende europiane të cilat realisht së fundmi e kanë realizuar, po besoj që na duhet bëjmë këtë gjë sepse është e mirë mbi gjitha përfshirësinë shqiptare. Si po funksionon shërbimi i ndarjes pensioneve? Ka qytetarë të cilët po rrisin besimin ndaj postës dhe presin që t'ja uçonin në shtëpi atyre, si po neve kemi këtë shërbim për postë zyrave tona postare që janë rreth 400 gjithë Shqipërinë, përfshi zyra postare qytet dhe fshat. Ne kemi dhe si thu shërbimin në shtëpi të pensioneve, gjë që padyshim është një lloj komoditeti për pensionistët, të cilët ose kanë vështirësitë daljes jashtë shtëpisë, ose e marrin jo çdo muaj, por e marrin disa herë në vit për shkak se janë jashtë shtetit, apo pa mundësi fizike për dalë, janë shumë arsye, ose edhe për arsye komode që s'ka arsye pse të shkojnë një zyrë postare pra të marrë autobusin apo kujtun të riq ose gjysore në radhë. Pra kjo është diçka që neve mundsojmë, sot aktualisht mundsojmë për rreth 150.000 qytetar pensionistë në gjithë Shqipërinë, dhe sa vjen më tepër ka pensionistë të cilët realisht po aplikojnë dhe duan ta kenë këtë shërbim në shtëpi dhe është diçka që për neve padyshim do e bëjmë me shumë kënaqësi. Është me një kosto të vogël? Ka një kosto, por besojmë që për momentin tarifa jonë është një tarifë e cila pratikisht është shumë më e lirë se çdo tarifë tjetër që mund të ishte në treg dhe është konveniente është përshtatshme për qytetarët, për vetë pensionistët, dhe ne besojmë që nga ky shërbim deri para pak kohësh në fakt ishte me humbje, por besoj tani jemi gati me një lloj shërbimi dediku me një tarifë e cila është modeste, por paktën kompensojmë kostot tona të shërbimit. Përpos bilancit pozitiv që ju përmendët për vitin 2014, përpos arritjeve që ju keni, a keni hasur problematika dhe a keni problematika si sektor? Patjetër, siç thash, modernizimi në kuptimin tërësor të fjalës është sfidë e madhe, sepse e para jemi një treg që sa vjen e bëhet më i liberalizuar, dhe këtu padyshim që ky është vizioni i qeverisë, që normalisht qeveria tashmë ka në agjendën e saj modernizimin dhe liberalizimin e tregut, gjë që do thotë mos ketë privilegjuar, përfshi dhe postët shqiptare tashmë nuk ka asnjë privilegj në krahasim me institucione të tjera, dhe në këtë pikë ne do duhet të përballemi qartazi edhe me një konkurrencë në rritje nga sektori privat, gjë që do duhet marrim masa, që do thotë kemi një shërbim por me cilësi pse jo më të mirë dhe me çmime më të lira, dhe ky është një arsye më tepër që ne jemi më avantazhues se sa çdo operator tjetër në treg aktualisht. Dhe nga ana tjetër duhet të ofrojmë dhe mënyra alternative të këtij shërbimi, duke përfshirë sistemet online, digitalizuar, informatizuar, gjë që do na bënte të jemi me hapjen e kohës dhe të krijojmë këtë lloj si thosh përshtatshmërie edhe me klientët, edhe me qytetarët dhe me pritshmëritë e tyre. Kështu që sfida më e madhe është transformimi, modernizimi dhe kuptohet edhe një lloj rritjes të shërbimit dhe cilësisë shërbimit, qoftë edhe në komunikimin mes qytetarit dhe punonësit, pra me klientin qytetarit, gjë që besoj do jetë diçka e cila do duhet reflektohet në muajt në vazhdim, dhe besoj duke përfshirë dhe një agjend që thash apo investime të cilat kanë bënë funksione ndoshta të vogla, por që ka një peshë të madhe në sytë e klientëve tanë, patjetër që të treja këto bashkë besoj do krijojnë një lloj sinergjie pozitive për të pasur pse jo antarmën rezultate akoma më të mira. Po detyra për 2015 ne keni vënë vetes detyra, flasim, domethënë të kemi gjërat përcaktuara që do bëjmë këtë për 2015-ën. Ma mundja që patjetër që po. Ne targetet i kemi të përcaktuar sipas çdo filiali, kuptohet këto janë targetet natyrës financiare. Në nivel vizionar është kjo që po them që ne duam të shikojmë si të shpërndajmë ose si të zgjerojmë aktivitetin ton, sidomos në shërbimin bankar dhe financiar, pikë së pari. Ajo që është konstant është përmirësimi i cilësisë shërbimit, sepse ne besojmë që ka akoma probleme dhe do duhet përmirësojmë në vazhdimsi, nuk ka asnjë fund nuk ka një shërbim perfekt, asnjëherë nuk thuash që perfekt gjërat, dhe ne jemi shumë të hapur për të marrë këto rezerva dhe për të kthyer për të përmirësuar situatën këtë drejtim.
Nga tjetër duhet përfshim teknologjinë edhe në shërbimet e tona të brendshme që ka të bëjnë me sisteme menaxheriale të financës, kontabilitetit, logjistikës, dhe pse jo do të shikojmë tendet botërore që ka të bëjnë me e-commerce, me tregtinë online, do ta shikojmë si një oportunitet i cili në farë mënyrë na përkthehet në të ardhurën më të mëdha për vetë postën shqiptare. Pra, janë 2-3 po them pikete kryesore që ne besojmë 2015 do jetë e fokusuar, por këto kuptohet janë edhe objektiva afatgjatë që nuk mund të përmbyllen brenda një viti, por duhet paktën këtë vit të farë mënyrë të vendosim themelet, të shtrojmë shtratin në mënyrë që të kemi një bazament të fortë pastaj në vitet të ardhshme për të krijuar më shumë të ardhura për kompaninë, e cila në fund ditës është kompani publike, shtetërore dhe prapse këto para shkojnë në buxhetin e shtetit. Ashtu siç e thamë më parë, nuk mund të pretendosh asnjëherë që je në perfekcion, që ke arritur mos mbyrën. Mund të ketë patjetër se në çdo sektor mund të ketë dhe punonjës pa përgjegjshëm. Nëse një qytetar ka një pakënaqësi ndaj punonjësit të bankës, ka një numër telefoni ose një zyrë në cilën ai mund të ankohet? Ne kemi a keni kapur deri tani punonjës tuaj në shkelje? Kjo është diçka që ne bëjmë rutinë, pra auditimet e bëjmë pothuajse përditshme në çdo filial, masa merren, kuptohet, janë masa natyrës administrative. Rastet më ekstrem ishin rastet e fundit që ne, siç thash, në kuadër të procesit për lishmërinë në pagesë faturë energjisë elektrike, zbuluam që kishte raste të ish-punonjësve të postës në vitet 2007-2013, të cilët kishin kryer këto abuzime dhe ndaj tyre ne kemi marrë gjithë masat e nevojshme ligjore duke bërë kazim penale dhe madje mendojmë që do bëjmë dhe paditje civile në mënyrë që të rikuperojmë këto fonde, pikë së pari duke kompensuar çdo dëm që është krijuar ndaj kompanisë OSHE apo qytetarëve, dhe pikë së dyti duke kthyer këto fonde për dëmin që shkaktuar vetë postën shqiptare, dhe kjo do të diçka e cila është konstante gjatë gjithë vitit. Mesazhet janë të qarta që çdo abuzim do duhet të meritojë përgjigjen e nevojshme. S'kemi asnjë lloj tolerancë ndaj askujt, por padyshim që kjo është një punë e përditshme e cila her pas here ka dinamika ndryshme. Pra ka raste ku ka abuzime natyrës etike që janë natyrës administrative dhe kjo është kudo në çdo institucion, publik apo privat. Nëse ka raste natyrës penale, ne do jemi shumë të shpejtë, ne madje prandaj kemi edhe website-in dedikuar qoftë në rrjetet sociale Facebook, po edhe website-in ton kemi 2 numra fikse ku qytetarët mund të bëjnë ankesa ndryshme për çdo shërbim, qofshin to për arritjen apo mbritjen e pakove, për pensione, për çdo gjë, dhe ne mendojmë që të marrim masat e duhura. Siç thash, është një kompani shumë e madhe, është në gjithë Shqipërinë dhe është absolutisht do ishte utopike të mendojmë që s'do ketë probleme apo s'do ketë ankesa. Padyshim ne jemi këtu për të marrë çdo ankesë, për të marrë konsiderat dhe për të trajtuar si çështje, dhe besojmë që këto ankesa sa të vinë të ulen në numër se sa të rriten. Ky pak do jetë në shkallë e performancës. Kjo do jetë pak a shumë ajo çka ne duam të arrijmë për këtë vit. Zoti Lazimi, unë falenderoj shumë që ishin në studio me ne këtë mëngjes. Jeni me pritur dhe herë të tjera. Faleminderit për ftesën. Nderuar miq, pak momente publicitet, rikthehemi sërish në studio.